Ne kemi vendosur në zyret e posaçme. Kemi lëviz për sportin. Në zyre nuk do të fali për arsye të objektit, por se në tavolina informuese ose do me thonë, nëm kuptohet që këto 250 aplikime tjera nuk vetia deri tashme në qytetarëve që të vinë në një komision disiplinor për drejt përzejtje dhe pritet marrëdhënia punës. Do të zgjatet orari i punës nga ora 8:30 deri në ora 17:30, prej të hanës deri të premtën. Të shtunde do të punohet nga ora 9 deri në ora 12. Këto masat që i kemi ndërmarrë, ose rritja e zgjatja afatit kohor praktikisht të orarit të punës, është ndërmarrë për arsye të fluksit jashtëzakonisht të madh, cilin ne jemi tu e prit, edhe duke i pa ankesat e qytetarëve për periudhën e tashme të gjatë të nxjerrjes së dokumentacionit. Kjo është pozicioni i parë. Pozicioni i dytë është implementimi i sistemit të menaxhimit të radhës. Implementimi i sistemit të menaxhimit të radhës nënkupton ato që i kemi diskutuar edhe 2-3 herë përpara, është ai ticketing sistemi ose queue management system, i cili nënkupton vendosjen e pajisjes dhe nxjerrjen e biletës për me prit në radhë secili qytetar. Asnjë qytetar nuk mundet me hy në sportelet të ofiçarisë pa e tërhequr bilet. Pjesa e dytë ose sistemi tjetër cilin do ta implementojmë dhe që është risia personalisht për mua më e madhe dhe më e vështira që ka qenë për implementim. Është sistemi i one stop shop, do me thonë ku një qytetar në një sportel do të kryejnë të gjitha punë. Sistemin e biletimit me prit, do me thonë nuk ka nevojë me prit në kohë më, i kena porosit ulset, e merr biletën, vetëm personi që ka më aplikuar nuk mundet me hyrë te sportelet pa e pas biletën dhe bileta e djeshit për shembull nuk vlen nesërmën, pra e ka afatin e caktuar në momentin kur të thirrin. E dyta është që e kemi bërë edhe uniformat, pjesa më e vështirë ka qenë one stop shop, sepse e duhet me u sill në komunë disa herë, tash i kemi marrë vulet. Ka pas nevoja që për një vule me shku mi adhon personit, shko merr atje vulos e ktheu këtu, tash çdo sportel i ka vulet e veta. 2 punëtore kanë një vule. Po, 2 punëtore kanë një vule, po është në fakt që bëhet shumë shpejt dhe nuk ke nevojë me u shetit, aty bëhet edhe pagesa edhe marrja e dokumentit.